Të nderuar shikues, ju përshëndes gjithëve dhe ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion informativ në televizionin e Prizrenit. Banorët e Landovicës shembull që duhet të ndjekur, aksion për pastrimin e ambientit. Në Prizren u shënua dita botërore e artit. Promovohen 4 vepra enciklopedike nga shoqata Trojet e Arprit dhe Libraria Altera. Oferta e Bajramit në Litma. Kingu e mbështjeli edhe një ofertë. Tash e kanë ranin adhuruesit e Crispy Chicken Wrapit. 2 Crispy Chicken Wraps për 5 euro. Burger King. Banorët e Landovicës po shquhen si një ndër komunitetet më të organizuara, sidomos në pastrimin dhe mbrojtjen e ambientit. Një aksion ambiental është realizuar edhe ditën e parë të kësaj jave. Të hënën Landovicës të moshave të ndryshme kanë bërë pastrimin e rrugëve dhe largimin e mbeturinave. Përfaqësuesi i fshatit Artangashi tha se ky aksion ka rrjedhur si vetë iniciativë banorëve për t'i dhënë një pamje më të bukur vendlindjes dhe për të mbrojtur ambientin, dhe se më këtë dëshmojmë se jemi komuniteti organizuar, theksoi ai. Me vetë iniciativën banorëve, po bëhet pastrimi i rrugëve, po dojmë ia dhënë një pamje fshatit dhe me dëshmu se jemi një komunitet i organizuar për pastrimin e rrugëve. Edhe ambientin përgjithësi. Presojmë edhe në të ardhmen të ketë aksionet e tilla që i shërbejnë aksioneve për pastrimin e ambientit përgjithësi. Njëri ndër aktivistët më të dalluar të këtij lokaliteti, Faik Berisha, të cilit nuk mund të ikë te as ky organizim, tha se banorët duhet që vetë të kujdesen më shumë për të jetuar në një ambient të pastër dhe të shëndosh. Çdo herë morëm aksionet njëjta, të këtilla, për arsye se na edhe vetë jemi të banorë të ujit, edhe është pak edhe është kulturë, edhe është pastërtia jone, është kodrët, edhe të shëndetit të banorëve, edhe të pamjes vetë edhe të mysafirëve për vijnë. Se për shifni edhe vetë është një pamje shumë e bukur, lumi këtu në mes edhe rregullimi që ka qenë, na duhet pak të mos jemi banorë tu, duhet edhe ta mirëmbajmë ashtu. Plot kuptimin e fjalës mund të thonë që po, se organizimet sa i bëjmë janë gjithë i përgjigjur, edhe është shumë më e mirë ajo për gjithë komunitetin tonë. Këtij aksioni është bashkuar pas një hezitim edhe imami i fshatit Benjamin Arifi, i cili ka mirëpritur aksionin që po realizohet në muajin e Ramazanit dhe në prag të festës së Fitër Bajramit, dhe i cili gjithashtu tha se ky komunitet edhe në të kaluarën është dëshmuar për organizime të rëndësishme jo vetëm në ruajtjen e ambientit. Gjelbrimi, pastërtia është parim islam, duke nisur në parimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se pastërtia gjysma e fesë, është marrë një aksion simbolik që për hir të festës Bajramit, festës së natës Kadrit, të festës e pranverës, për me jetu ma pastër në ambient ma të mirë, ma të qetë dhe ma të sigurt. Kjo ka qenë edhe viteve të kalume, iniciativën e banorëve, ka dhe iniciativa tjera, para disa ne të kishme iftarën e përbashkët, fillim të Ramazanit, pastërtinë e oborrit xhamisë edhe objekte tjera për rreth. Me një fjalë, ka qenë edhe pse shumica kanë emigruar, po fshati ka qenë gjithmonë i bashkuar dhe për iniciativa të tilla gjithmonë ka vazhduar. Pjesë e këtij aksioni në fund ishte edhe kompania Ekoregjoni, e cila ka larë rrugët e këtij fshati. Ndryshe se Landovicësit janë komunitete organizuar në funksion të një ambienti sa më të pastër dhe të shëndosh, dëshmon edhe përzgjedhja nga Komisioni Përkatës i Komunës së Prizrenit për vitin 2019, ku rruga Nën Lokja ishte përzgjedhur rruga më e pastër në këtë komunë.
Dita botërore e artit në Prizren është shënuar me hapjen e një ekspozite kolektive të artistëve nga trevat shqiptare në Muzeun Arkeologjik. OJQ The Art në bashkëpunim me Qendrën Rajonale për Trashëgimi Kulturore ka realizuar këtë aktivitet ku janë prezantuar punimet e ndryshme artistike. Dita botërore e artit në Prizren është shënuar me hapjen e një ekspozite kolektive të artistëve nga trevat shqiptare në Muzeun Arkeologjik. Kjo ekspozit është mundësuar falë bashkëpunimit të organizatës The Art me Qendrën Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, ku janë prezantuar punimet të ndryshme artistike. Drejtoresha e organizatës The Art, Drenojta Berisha, tha se përmes kësaj ekspozite, artistët nga trevat shqiptare kanë paraqitur artin e tyre të realizuar në forma të ndryshme dhe se sipas saj, arti përdoret në lëmi të ndryshme, prandaj edhe duhet të vlerësohet më shumë. Sot e realizojmë një ekspozit ku arti paraqitet në forma dhe në teknika të ndryshme. Në këtë ekspozit marrin pjesë artistë të vendeve të ndryshme të Kosovës, gjithashtu kemi edhe mysafir kolektan nga Maqedonia e Veriut. Ka të bëjmë me artin, prandaj duhet ta festojmë, duhet ta vlerësojmë pak më shumë, ndërsa kjo është edhe pak si thirrje që edhe institucionet, edhe populli ynë ta vlerësojmë më shumë artin, po edhe artistët. Ajo shtoi se në bashkëpunim me Qendrën Rajonale të Trashëgimisë Kulturore është vendosur që ekspozita të realizohet në Muzeun Arkeologjik, ku pashtu ka eksponate që dallohen me artin e kohës. Arti lidhet edhe me historinë dhe arkeologjinë. Gjitha këto punime të vjetra të arkeologjisë, gjetjet arkeologjike shihen që janë të punuar shumë bukur dhe kanë brenda tyre art. Pse jo që një ekspozitë organizohet në objekte të tilla dhe tregojmë ndoshta edhe lidhshmërinë, mirë po edhe historinë e cila na ka përcjell deri tash. Domethënë ka shumë simbole të cilat në kohën e lirë ndoshta i kanë përdorur në veshjet e tyre, ndoshta në mjetet e tyre të punës, të cilat i bartin përsëri në pikturë ose skulpturë, çka do qoftë. Drejtori i Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, Samir Hoxha, ka theksuar se ky aktivitet realizohet në vazhdim të bashkëpunimit të këtij institucioni me shoqërinë civile për promovimin e trashëgimisë kulturore dhe në këtë rast edhe për festimin e artit. Jemi përpjekur që t'i ofrojmë publikut Prizrenas ekspozitën me shumë autorë të Kosovës, por edhe më gjerë në ambientet e këndshme të Muzeut Rajonal Arkeologjik të Prizrenit, ku përpos veprave të shumta të artit kanë mundësi të shohin edhe ambientet dhe eksponatet të shumta të Muzeut Rajonal të Prizrenit, dhe kjo është një gërshetim i artit, kulturës dhe gjitha punëve të cilat po i bën Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, edhe me shoqërinë civile me qëllim të promovimit të kulturës, traditës, artit dhe trashëgimisë kulturore të begatshme që ka qyteti i Prizrenit. Nga artistët pjesëmarrës, Endrita Purellku, piktore nga Maqedonia e Veriut, ka vlerësuar këtë organizim që lidh artin me të kaluaren historike të kësaj ane. Më vjen mirë që me rastin e ditës së artit, ne sot kemi ardhur dhe marrim pjesë edhe në Prizren, dhe më vjen mirë që për herë të parë vi e vizitoj edhe muzeun e Prizrenit, dhe ndjem e lumtur, madje që shoh veç veprave dhe këtë gërshetim të kaluarës son, pasi arti patjetër ka të bëjë edhe me kulturën, me traditën që na kanë parë neve deri tash. Dita botërore e artit shënohet me 15 prill, ku realizohen aktivitete të ndryshme për të festuar artin. Ndërsa shoqata Trojet e Arbrit dhe libraria Altera dje kanë bërë promovimin e 4 veprave enciklopedike të shtëpisë botuese Lumbardhi në Prizren. Pergamena Djegur dhe Palimpsesti Paprekur, libër enciklopedik në kujtim të Monsinjor Dr. Zefo Roshit, Kanuni Lek Dukagjinit i përkthyer në gjuhën gjermane me autore Amelie Frein, si dhe masakra dhe krimet serbe, malazeze dhe të tjerëve në Trojet shqiptare 1912-1944 janë promovuar të dielën në Prizren. Ndre Molla, Besim Morina dhe Ali Daci vlerësuan të rëndësishme këto botime, të cilat sipas tyre pasqyrojnë historinë e dhimbshme të shqiptarëve. Kam parë se përmasat e këtij libri kanë vlera të jashtëzakonshme historike për kontributin e popullsisë së lidhur pasgjithshmërisht historikisht me mirditën dhe që kanë provuar masakrat serbo-ruse në 100 vjetëshin e fundit.
është shumë në interesin tonë për arsye se serbët vrasjen e Stefan Gjeqovit janë mësuar ta mshefin ose t'ja hedhin shqiptarët. Ndërsa kjo e ka informuar opinionin. Edhe në kohën kur kjo ka vepruar në Shqipëri, një pjesë e madhe e shkencëtarëve ose studiuesve që janë merë kanë zhvilluar një veprimtari kundër popullit shqiptar. Një populli është në bibliotekë. Historia e saj është këtu. Andaj, Nuh Roshi nuk më përfason me këndin e tij shkencor, sepse një 60 vjet të pandalun kur të unu zbarë historinë e dhimbshme të shqiptarëve. Nuk do t'i përmendi kryqëzimet serbe që kanë të plavë si Rozhaj dhe Kosovë, por konvertimet e dhoshme që qafe për visë, njët si një ndër më të vështirat në visët e këllmendit. Ndërkaq autori i disa prej këtyre veprave dhe kryetari i shoqatës Trojë të Arbrit, Nuh Roshi, tha se këto botime kanë për synim ndriçimin e historisë shqiptare. Këto 4 vepra secila ka pas rëndësinë e vet të ndryshme. E para ka qenë Pergamena e djegur dhe Palimpsesti i paprekur, që janë shkrimit të mia historike që bëjnë ndriçimin e shumë situatave të ndryshme kombëtare. Libri i dytë është veprimtaria shkencore adhetare e Monsinjor Zeforoshit, i cili është një libër me shumë autor. Libri i tretë është Kanuni i Lek Dugaxhinit në gjuhën gjermane. Ky është një libër i veçantë sepse është kanuni i parë i cili është përgatitur në vitin 1926-1928 në Shkodër në mes të studiuesës gjermane Maria Meli von Godin dhe atë Gjershfis dhe atë Stefan Gjeqovit. Këto shënime i kanë mbledhur nga 3 revista shkencore juridike gjermane, i kanë bashku, kanë bën një hymje, një biografi për autorin, si dhe libri më i ri që ka dalë dje nga shtypi masakrat serbe malezeze dhe të tjerëve në Trojë shqiptare që i ka 600 faqe dhe që presim që edhe pjesa e dytë me 696 faqe të dalë nga shtypi është dashur një punë shumë e mirë dhe e gjatë të punohet që të përgatiten këto libra. Në këtë aktivitet kulturor me fjalime për vepra dhe rëndësinë e tyre, kontribut kanë dhënë edhe pjesëmarrës të tjerë. Në vazhdim të këtij edicioni të lajmeve të nderuar shikues, ju përcjellim të tjera ngjarje të ditës së sotme. Në 24 vjetorin e masakrës në fshatin Çikatove vjetër të komunës së Drenasit, kryeministri Albin Kurti bashkë me presidenten Vjosa Osmani dhe kryetarin e kuvendit Glauk Konjuvca bëri homazhe dhe vendosi lule të freskëta te memoriali ngritur në nderim të vrarëve. Kryeministri Kurti theksoi se me datën 30 maj bën 4 vjet presën e Kuvendit të Republikës është amandamentuar kodi i procedurës penale dhe është mundësuar që kriminalët serb të gjykohen edhe në mungesë për krimet që i kanë kryer gjatë luftës. Andaj ne këtu si 3 krete të institucioneve shtetërore që jemi, bëjmë thirrje edhe një herë që prokuroria e shtetit, sistemi i drejtësisë në vendin tonë të jetë shumë aktiv, sepse është koha fundit të sjellin drejtësi për viktimat e dënim për kriminalët. Nuk mund të presim që faktorët ndërkombëtar do ta bëjnë punën tonë nëse ne nuk e bëjmë së pari një gjë të tillë vetë. Kosova është shtëpia jonë dhe ne kemi për obligim shtetëror, kombëtar e qytetar që të sjellim drejtësi për ata që derdhen gjakun për lirinë tonë të cilën e gëzojmë të gjithë ne sot, tha kryeministri Kurti. Blerim Vela, shefi i kabinetit e presidentes së Kosovës, ka publikuar një dokument sipas të cilit qeveria e Serbisë propagandon për zgjedhjet lokale në veri të Kosovës. Vela në një postim në Twitter ka shkruar se kjo është dëshmi e përpjekjes së Serbisë për të ndërhyrë në zgjedhjet lokale në veri të vendit. Kjo është një dëshmi prima facie e përpjekjes së Serbisë për të ndërhyrë në zgjedhjet lokale në veri të Kosovës. Një ndërhyrje e tillë e huaj në zgjedhje synon të prishë të gjithë procesin zgjedhor dhe të friksojë serbët vendas që të mos ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre, ka shkruar Vela. Dokumenti i publikuar nga ai paraqet se serbët e Kosovës po rrezikohen dhe u nevojitet mbrojtje.
I dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka reaguar për zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, duke i quajtur shqetësuese. Ai ka thënë se BE-ja pret nga Kosova dhe Serbia që të fokusohen në normalizim të marrëdhënieve. Kjo javë në Bruksel ishte relativisht e qetë për mua, gjë që më dha mundësinë të punoj në dokumente të rëndësishme për zbatimin e marrëveshjeve të dialogut dhe të thellohem më thellë në zhvillime dhe gjendjen aktuale në rajon. Fatkeqësisht, disa nga këto zhvillime janë shqetësuese dhe presim që palët e plotësisht të fokusuara në normalizimin e marrëdhënieve, ka shkruar Lajçak. Banorët e Landovicës shembull që duhet të ndjekur, aksion për pastrimin e ambientit. Në Prizren u shënua dita botërore e artit. Promovohen 4 vepra enciklopedike nga shoqata Trojet e Arprit dhe Libraria Altera. Të nderuar shikuesi, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.